Asnjë hapësirë publike në plazhin e Velipojës nuk do të cënohet nga operatorët privat. Ky ka qenë mesazhi i dhënë nga drejtori i Policisë Bashkiake Semir Rustemi në nisje të aksionit ndërmarrë nga Policia Bashkiake në bashkëpunim me Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit dhe Policinë e Shtetit. Policia Bashkiake në bashkëpunim me strukturat përkatëse të bashkisë ka konstatuar gjatë këtyre ditëve shkelje të kontratave dhe në disa raste uzurpim të hapësirave të përcaktuara për plazhe publike. Sot, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, kemi filluar një aksion të vendosur për lirimin e të gjithë vijës bregdetare nga çdo shezllon, çadër apo objekt tjetër provizor, i cili është vendosur aty pa lejen përkatëse. Në përgjithësi kemi gjetur mirëkuptimin e gjithë edhe të qytetarëve edhe të subjekteve operator të plazhit të Velipojës. Aksioni i nisur sot do të vijojë për disa ditë me radhë, ndërkohë që Rustemi ka bërë edhe një apel për qytetarët që të denoncojnë çdo rast abuzimi. Unë ju bëj thirrje të gjithë operatorëve që operojnë në plazhin e Velipojës, operatorëve privat, që të zbatojnë ligjin. Ne do ju vim përballë çdo nevoje që ju keni, por ama nuk do të tolerojmë asnjë shkelje të plazheve publike, të hapësirave të përcaktuara si publike. Ju bëj thirrje edhe qytetarëve të denoncojnë çdo rast, e theksoj çdo rast që do të kenë pengesë për të shfrytzuar plazhet e përcaktuara publike. Në Bashkinë Shkodër është ngritur një task force ndërinstitucionale mes disa drejtorive me fokus mbarvajtjen e sezonit turistik. Janë marrë masa për menaxhimin e hapësirave publike, hapësirave të gjelbra, zonës pedonale dhe për ofrimin e një shërbimi sa më cilësor për çdo pushues që zgjedh Velipojën për pushimet verore.